Mi mbroma dhe mirë se vini në Risor. Shqipëria është drejt rrugës bërjes së një vendi Bashkimit Evropian. Natyrisht nëse bësh vendi Bashkimit Evropian ka dhe detyrime. Detyrimet kryesore janë padyshim ato që lidhen me demokracinë, por dhe me drejtat e njerëzit. Sigurisht për shkak të klimës së caktuar politike në Shqipëri, në momente të caktuara shfaqen temi të acaruara, përballje të njerëzve me forcat e policisë, por jo vetëm protestat cilat sigurisht meritojnë edhe vëmendjen dhe vëzhgim nga lart. Një nga organet i cili ka dhe emrin tillë dhe e ka kryer këtë punë prej më shumë se 2 dekadash e gjysmë është ai i avokatit popullit apo i ombudsmanit, i cili ka pasur në drejtimin e tij njerëz të njohur, kryesisht të ligjit, avokat drejtave të njerëzit, por kësaj radhe për herë të parë në drejtimin e këtij institucioni gjendet një person i cili ka qenë aktivist i shoqërisë civile dhe përfaqësues politik. Kam kënaqësi të kem sot në studio avokatin e ri të popullit Endri Shabani. Endri, mbroma, faleminderit që më mua sonte. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi pasi të kam patur në program si aktivist, kam patur në program si politikan, si opozitar, si person që më pas temi arritë një sukses me koalicionin tënd për të përfaqësuar në parlament, dhe padyshim sot je në një funksion shumë të rëndësishëm, më shumë se shtetëror, publik. Pasi je shtetëror, po je publik, pasi mbron interesat e publikut dhe njerëzve të thjeshtë. Por mua është kënaqësi se ju kam ndjekur shumë herët që ju keni dalë në media, kështu që më vjen mirë që kemi mundësinë ta zhvillojmë këtë intervistë. Kurse mua më bëhet qejf sepse për shkak ndoshta edhe të këtij raporti, sot ju jeni në një temi në një pikë që duhet të jetë kulmore në karrierën tuaj. Më shpjegoni pak të kapërcimin e barikadës, pasi ju keni qenë krahun tjetër të barikadës, sot jeni jo këtej, po je në mes, i vëzhgon të dy anët e barikadës. Jam në të njëjtën krah që kam qenë. Pra, unë kam qenë aktivist që kur drejtoja Parlamentit Rinor në fillim viteve 2000, dhe angazhimi i shkurtër politik prap ka qenë si në një rol opozitar, ku në Këshill Bashkiak unë kam ngritur problematikat e qytetarëve të Tiranës për çështjet e strehimit, për çështjet të drejtës pronës, për grupet e marginalizuara, kështu që nuk e shoh shumë të ndryshme. Ka ndryshuar instrumenti, tani kam më shumë instrumente në dorë, kam mundësi të luftoj më shumë për qytetarët cilët nuk kanë një zë, por unë nuk jam avokati i shtetit, që është një institucion shtetëror që varet direkt nga kryeministri dhe kontrollon ose mbron interesat e administratës publike. Përballë administratës publike. Pra, kur qytetari, të drejtat e qytetarit shkelen nga një institucion publik, ai ankohet te ne dhe ne mbrojmë të drejtat e tij. Endri, ti the që deri dje ke qenë kritikues, po ke qenë dhe propozues, apo jo? Pra ju edhe keni propozuar, keni qenë denoncues pasi padite e nismës turje kanë mbërritur jo rrallë dhe jo pa sukses edhe në dyert e Spakut. Tani jam pozitën për të bërë gjëra. Pra si ndryshon perspektiva e përgjegjësisë të mes? Prap, roli i avokatit popullit nuk ka pushtet në kuptimin e për të marrë vendime për të ndryshuar gjërat. Ne prap kemi mundësi të monitorojmë më shumë. Pra, avokati i popullit sipas kushtetutës mund të hyjë në çdo zyrë të shtetit, në çdo institucion të vuajtjes së dënimit pa paralajmërim, për të monitoruar, për të garantuar të ruajtjen e drejtave të standardeve dhe ruajtjen e drejtave të njerëzit. Çka ka ndryshuar për hir të vërtetës është që kur ti je brenda institucionit, kjo më ka ndodhur edhe kur isha në Këshillin Bashkiak, ti kupton që çështjet janë më të komplikuara se siç e shikon nga jashtë si aktivist. Në ç'kuptim më të komplikuara? Në kuptimin që procedurat administrative, burokracia shtetërore, e cila është aty për një qëllim, merr më shumë kohë për të ndryshuar një gjë, apo për të adresuar një problem, seç ti mendon se duhet marrë. Pra, kur unë kam filluar nga detyra, unë kam menduar që për 2 muaj ne mund të ndryshojmë të gjithë organizimin tonë të brendshëm, ne mund ta detyrojmë administratën publike që të reagojë shpejt e tjerë. Ajo që shoh është që merr kohë. Pak po shoh një foton tuaj, foton e zgjedhjes tuaj në kuvent, ndoshta e shikoni prapa shpinës tuaj, atë ju keni edhe përballë. Është një foto emblematike, të thoja unë, nga fotot e vitit, momenti kur ju temi përcjellni me puthje, deri diku me buzëqeshje, me pak ironi, kontestimin që ju bën nga ata cilën në fakt dhe ju propozuan. E keni harruar atë kontestim? Atë situatë çuditshme kur ata që ju propozuan më pas ju kontestuan, ata që deri dje ju i kritikuat apo i çuat në SPAK, pastaj ju votuan, e keni harruar këtë situatë?
Unë duhet të fokusohem tek ajo që do bëj, jo ke rruga se si debatet edhe se si shkoj procesi i zgjedhjes, po padyshim që nuk e kam harruar, merri keq, u surprizova nga dyja palët, u surprizova nga ata që deri dje më quanin aleat dhe pasaj më thonin që nuk jam i tyri, dhe ata që deri dje i kisha quar në SPAK, po që treguar një lloj përgjegjshmërie për të më votuar pavarësisht të betejave që unë kisha bërë me ta, sepse për hir të vërtetës, unë beteja nuk i kam pas personale, kanë qenë beteja institucionale. Pra, unë kam menduar që është abuzuar me buxhetin e shtetit, unë kam menduar që është abuzuar me të drejtat qytetarëve, dhe atë që kam menduar e kam thënë, e kam bërë, e kam denoncuar. Nuk ka pas asgjë personale në këtë betejë dhe ata për t'i dhënë ndoshta një zgjidhje institucionale, sepse avokati i popullit kishte gati 4 vite që nuk po zgjidhej, pra ishte institucioni. Ishte njëjti avokat. Jo, nuk është problemi se është njëjti avokat, është paqartësia e drejtuesit të një institucioni kaq të monokratik sa që është avokati i popullit, reflektohet dhe ke eficienca e institucionit. Pra, ne nuk kishim për shembull një strategji afatgjatë, sepse Po sepse ai që është drejtuesi ai që është nuk e di se sa kohë do rri. Dhe kjo reflektohet dhe ke puna e institucionit. Dhe kjo kishte prodhuar një lloj stagnacioni për institucionin, ishte rekomandimi i vazhdueshëm i Bashkimit Evropian, rekomandimi i vazhdueshëm i OKB-s, që duhet të zgjidhet ngërçi i avokatit popullit, duhet të zgjidhet një avokat i ri. Ndërkohë, ju e dini, besoj, po unë thjesht po e kujtoj publikut që në gjykatë kushtetuese ka një padi nga ata që ju propozuan, pas nuk ju votuan, pra nga Partia Demokratike, dhe gjykata kushtetuese ka pranuar ta shqyrtojë çështjen, e cila është çështje kohe, besoj. Duhet thënë ama që gjykata kushtetuese nuk është se nuk ka miratuar opozitës, kryesisht i ka miratuar kërkesat e opozitës ose paditës saj kur ato janë paraqitur në momentin, sidomos momentin kur janë pranuar që të shqyrtohen. Ai ndruheni mundësisë se ndoshta mandati juaj mund të ndërpritet. Shiko, ka pasur disa padi, njëra mbas tjetrës në gjykatë kushtetuese për zgjedhjen time, thash nuk e di pse kjo prodhoi kaq shumë ndryshim mendimesh apo tension. Por kjo është një marrëdhënie midis gjykatës kushtetuese dhe kuvendit. Pra, një pjesë e kuvendit, pra 1/5 e deputetëve kanë kontestuar procedurën që ka marrë 3/5, pra shumica e cilësuar. Kështu që unë nuk jam në këtë proces, pra ata nuk është se më kanë paditur mua, kanë paditur procedurat. Po, si pasoj, një nga mundësitë që t'ju ndërpritet mandati. Apo jo? Unë jam e fokusuar te puna ime. Gjykata kushtetuese do bëj vlerësimin e pretendimeve të dyja palëve, dhe unë nuk kam as dyshim, as shqetësim për punën që bën gjykata kushtetuese. Për hir të vërtetës, ka ca çështje të tjera për sa i përket drejtave të njerëzit që ne duam t'i adresojmë gjykatës kushtetuese, sepse për shembull, po neve na ka dhënë kushtetua të drejtën që ta vëmë lëvizje gjykatën kushtetuese. Ju jeni një nga institucionet që mund ta vënë në lëvizje. Pra, ka shumë raste ku grupe të shoqërisë civile tentojnë ta vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese dhe nuk legjitimohen dot. Në rastin tonë ne kemi këtë mundësi. Pra ju mund t'i përfaqësoni këta ose tezat apo ankesat e tyre gjykatë kushtetuese. Çështjet që kanë të bëjnë me raportin midis qytetarit dhe shtetit, të cilat kushtetuta i ka garantuar, por kërkon një interpretim të gjykatës kushtetuese për të bërë të drejtat të zbatuara. E dyta, ne kemi mundësinë dhe do ta ushtrojmë si mundësi për të çuar amicus curiae opinions. Pra, kur dy palë janë në gjykatë kushtetuese, siç për shembull mund të jetë çështja e ligjit për barazinë gjinore, avokati i popullit vjen me një opinion si i palë e tretë, pra si një palë e pa që nuk është pjesë e gjyqit, po që jep një opinion amicus curiae të pavarur, pra është latinisht